Me një shumë prej 32 milion dollarësh të dhënë në formën e huhas nga Banka Botërore, qeveria synon transformimin e ofrimit të shërbimeve publike për qytetarët. Kryeministri, i cili ka qenë pjesë e nënshkrimit të marrëveshjes së huadhënies, ripërsërit se korrupsioni, një plagë e madhe në vendin tonë, në marrëdhëniet shtet-qytetar, mund të luftohet vetëm duke ndryshuar sistemin që sipas tij është ai që korrupton njerëzit dhe jo e kundërta. Kryeministri thotë se projekti i qeverisë për modernizimin e shërbimeve është që sportelet t'i kthejnë në institucione më vete. Prej një viti e gjysmë jemi fokusuar në hedhjen e themelit të këtij projekti që do të sjellë një transformim rrënjësor një herë për gjithmonë të marrëdhënieve mes shtetit dhe qytetarit. Kryeministri, përveç transformimit të sistemit të shërbimeve publike, pretendon të ketë transformuar dhe Bankën Botërore, për të cilën ka një këndvështrim të tijin, që duket se ka gjetur mbështetjen dhe të përfaqësuesit së këtij institucioni në Tiranë. Kemi pasur rolin ton në rritjen e shpejtësisë Bankës Botërore, duhet ta themi edhe këtë, sepse Banka Botërore është një lloj makinerie shumë e madhe që kilometrazhin e ka sipas rrugës ku ecën. Ne kemi shtruar me shpejtësi çdo rrugë ku makina e Bankës Botërore, makineria duhet të vijë në lëvizje,